Në periferi të zonës turistike të plazhit të Durrësit, në lagjen 14, pikërisht në periudhën e startimit të promovimeve turistike, në zonën e njohur si Kanali i Arapajt, vërehet se pushteti i bashkisë është inaktiv. Durrësi ka kaluar disa përmbytje, të cilat kanë të mbushur të sektor me mbeti urbane ku mbisidojnë ato të plastikës. Kjo gjendje është të përsëritur disa herë, pasi duket mbetit urbane vetëm se janë shtresëzuar, por nuk janë larguar. Mbi to, sikur se shikohet lehtë, ka filluar të gjelberojë vegjetacioni sinor. Mbetet e dyshimtë nëse janë bërë pastrime në këtë kanal, kur ka pasur disa situata përmbytjesh, ndërsa këto kanë mbetur po aty. Gjatë dimrit duke filluar nga dhjetori dhe gjerë më tani, situata mbeti urbane vetëm së është arkivuar dhe depozituar në fund të këtij kanali, shtresë pas shtrese, duke bllokuar dhe rrjedhën e ujrave. Me ardhin e sezonit të ri veror turistik të plazhit, sigurisht ujërat e zeza dhe mbetet e kompostuara do të bëhen shqetësuese si për banorët ashtu edhe për pushuesit e ardhshëm. Me aroma teje të rënda, ndërkohë gjelbrimi shtohet mbi shtesëzimet plastike. Kjo bashkëjetesë e mbeturinave të dekompozuara dhe gjelbrimi mbi këtë shtresë, mos po kërkohet të shitet si një inovacion i një impakti kur për turizmin gjelberojmë dhe plerët,